Po, a ma shpegon pak të lojën diplomatike që po bën Trump duke vendosur në kontekstin e karakterit të tij, dhe këtu e kam fjalën për presionin që po i bën të dyja palëve, Rusisë dhe Ukrainës. Kur është me Zelenskin, thotë nuk të lejoj që të flasësh keq për Putin, ndërkohë që kur bëhet fjalë të flasë për Rusinë, se me sa dim nuk është se ka pasur një takim drejt për drejt me Putin, i thotë kujdes, mos e sulmoni sepse ndryshe nuk do të arrihet marrëveshja. Pra, çfarë po jep, çfarë po i merr? Cila është loja që po luan? Presidenti Trump ose administrata Trump po e bëjmë pak më të përgjithshme, unë besoj që ato kërkojnë që ta largojnë Zelenskin. Dhe edhe sot kjo është mëse e qartë. Jo, edhe dje, më fal, dje ishte një shkrim i Bild, gazetës gjermane Bild, e cila thonte që amerikanët do rikthehen në Ukrainë vetëm kur tikin Zelenski. Në ditën e premte të famshme para 10 ditësh në Washington, sa ka dal nga zyra e presidentit Trump Zelenski, Lindsey Graham, senator republikan i vjetër, mbështetës shumë i fortë i Ukrainës, ka thënë që Zelenski tashmë duhet largohet. Dhe kjo është shenja e parë që Zelenski duhet ta kuptojë për të mirën e Ukrainës. Ai duhet largohet, duhet i lej dikujt tjetër, sepse tashmë kjo është kthyer në personale. E pra këtë doja dija. Kjo është kthyer në personale? Është kthyer në personale. Presidenti Trump, unë besoj që është i përgatitur edhe për skenarin tjetër. Cili është? Skenari tjetër, rusët nuk e mbajnë fjalën. Nuk e mbajnë fjalën, nuk do e mbajnë fjalën, do vazhdojnë me ato taktikat e tyre, por ai do t'i dali borxhit rusëve dhe t'i thojë që unë e bëra pjesën time. Tashmë e di Trump që ata nuk e mbajnë fjalën dhe nuk do ta mbajnë fjalën dhe çfarë sigurese kanë lidhje me këtë. Shiko, nuk është çështja e Trump, është çështja e atyre që ne kemi folur disa herë së bashku këtu, është çështja e atyre institucioneve që janë në hije, që janë disa institucione në Amerikë. Po për ato po flasim. E ke fjalën për shërbimet sekrete, për cilat? Shërbimet sekrete, të cilat i dinë gjërat dhe kanë skenaret, i kanë të gatshëm skenaret. Dhe kjo është një moment, sepse mas 3 vjetëve luftë, do të jemi edhe të sinqertë i themi, mas 3 vjetëve luftë, ne nuk kemi parë asnjë tentativë nga askush për ta pushuar luftën, për të filluar një bisedë, paktën në kanale diplomatike. Dhe erdhi presidenti Trump, i cili tha unë do e bëj paqen. Dhe ai, unë besoj që është i përgatitur edhe për skenarin e dytë, ku rusët do i dalin fjalët, siç kanë dalë fjalët vazhdimisht në këto kohë. Ju kujtohet që edhe Zelenski i tha që gjatë periudhës 2014-2022, 25 herë kanë thyer marrëveshjen Minsk 1 dhe Minsk 2. Mirë, tjetër të bësh marrëveshje me Ukrainën, pra Rusia me Ukrainën dhe tjetër gjë. Jo, s'ka qenë Ukraina, ka qenë Gjermania dhe Franca. Po edhe me vendet e tjera europiane ose me Gjermaninë edhe me Francën. Me Trump është tjetër gjë, madomondja. Dakor. Prandaj them që ai do provoj këtë të paren. Do provoj këtë edhe për arsyen tjetër, siç edhe kemi thënë edhe këtë në këtë studio së bashku. Rusia është pothuajse e skllavruar nga pikpamja financiare ekonomike nga Kina. A duhet ta lejojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës një skllavërim të tillë? Sepse edhe europianët duhet ta kenë shumë mirë në vëmendje këtë histori. Nuk do jetë më Kina me mijëra kilometra larg, do jetë në dyert e Europës. Pra, dhe ky është rreziku potencial që ka lënia e Rusisë në dorën e Kinës. Deri në momentin që flasim, si e ke parë surinë e administratës Trump? Ka shkaktuar më shumë efekt pozitiv apo negativ? Shiko, unë bazohem tek surveyt ose sondazhet që janë bërë në Amerikë. Vetëm një pyetje është pozitive deri tani. Pyetja për emigracionin. Pra qytetarët amerikanë i japin notë pozitive administratës së re për largimin e emigrantëve të paligjshëm që janë në qytetet amerikane. Të gjitha tjerat, ekonomia, gjitha tjerat po shkojnë keq. Janë me minus në fakt sondazhet. Dhe këto janë sondazhe jo të organizatave që janë pjesë ose që mbështesin Partinë Demokratike Amerikane, por janë sondazhe të balancuara, pra pa krah, pa anë,
Dhe kjo është një problem shumë i madh për administratën Trump. Dhe e dyta, sepse ju e dhatë në lajme për kryeministrin e ri kanadez, e dyta është shpallja e luftës tregtare do e dëmtoj dhe do vazhdoj ta dëmtoj administratën Trump. Kemi rritje të inflacionit, Federal Reserve e këshilloi administratën kujdes, sepse kanë filluar të duken shenjat e para të inflacionit. Dhe kur ato këshillojnë, gjërat nuk janë mirë. Pra, janë ndezur llambat e kuqe, le themi, apo kambanat e alarmit.